të njëjtën shkollë kemi 2 episode të tilla, të cilët janë vërtet këmbana alarmi. Do të thosha që fillimisht shoqëria shqiptare tashmë po përballet me një sfidë shumë herë më të madhe, e cila është bullizmi, jo si keq interpretohet zakonisht nëpër mediat shqiptare, duke kaluar dhe kanalizuar çdo gjë në bullizëm. Kjo lloj elementi e ka zhvlerësuar dëmin real që shkakton bullizmi, por ne duhet të flasim konkretisht se çfarë është bullizmi dhe si shkaktohet kjo dhe si mund të parandalohet kjo lloj gjëje. Normalisht duhet jemi të sinqert që ndonjëherë institucionet edhe më të zhvilluara në shtetet europiane ose në Amerikë ndonjëherë ndodhen të pafuqishme. Problemi i institucioneve shqiptare është promovimi i këtyre antivlerave. Ma kupton, domethënë ideja qëndron nuk duhet jo me pjesën e idenë që duhet gjejmë se s'bën një fajtor, por me idenë që duhet të ndërgjegjësojmë të gjithë hierarkinë institucionale, por ama edhe të gjithë qytetarët dhe të gjithë shoqërinë tonë për këtë gjë, sepse aktualisht bullizmi është bërë shumë hiperaktiv në sensin e fjalës që ti rrjetet sociale, mediat sociale e bëjnë shumë herë më të lehtë që ti të bëhesh meme. Dhe fakti që ti bëhesh meme ose fakti kjo diversitetit që ka midis shtresave, pra në qoftë se ti promovon veshjen me etiketa dhe të firmave që kushtojnë dhe ti nuk jep vërtet vlerat njerëzore ti paraqesesh këto. Dhe këtu absolutisht ndikojnë çdo gjë, ndikojnë media, ndikojnë mënyra se si ne i rrisim fëmijët, ndikojnë sakrifica e prindërve, jati i zotërisë, i fëmijës ishte një marinar i cili ishte në cepin tjetër të botës për siguruar një të ardhmë për fëmijët e tij. Ma kupton? Mirë, po kjo sakrifica nuk vlerësohet. Tu vlerësohet kush ka makinën e fortë, kush ka makinën e bukur, kush ka veshje me firmato, dhe këto janë disa vlera që edhe nëse në konflikt të fëmijën njeriu vetvete,